10 profecitë e Kuranit që u përmbushën. Profecitë luajnë një rol shumë të rëndësishëm në botën fetare, duke përfshirë fenë islame. Tani, ka ngjarje të ndryshme që kanë ndodhur, të cilat, sipas teologjisë islame, janë përmbushje aktuale të profecive të përmendura në librin e shenjtë musliman, Kuran. Mirë se vini përsëri në Be e Vet, dhe ky episod do të shfaq pasazhe nga Kurani dhe ngjarjet profetike që thuhet se janë përmbushur atyre profecive. Pra, le të hidhemi në të menjëherë. Ne kemi gjurmën e gishtrinjve që vinë në numrin 10. Gjurmët e gishtrinjve. Ai pasazh shkon si vijon. Lëkurat e atyre do dëshmojnë kundër tyre për atë që kanë bërë. Sura 41, vargjet 21 të Kuranit. Sigurisht, ne mund të shohim në botën tonë se sistemi i gjurmëve të gishtrinjve po përdoret aktualisht kur njerëzit udhëtojnë në përkufi. E po, nuk ka shumë udhëtime në përkufi tani, duke pasur parasysh të gjithë çështjen e vet izolimit, si dhe përdorimin e tij në hetimet penale. Pra, muslimanët e shohin këtë dhe thonë, po, shenjat e gishtrinjve dëshmojnë kundër tyre, kështu që kjo është një përmbushje asaj profecie. Më pas, numri 9, themelimi i Izraelit. Kjo është mjaft interesante. Pasazhi shkon si vijon. Dhe pasti ne u tham bijve të Izraelit, banoni në tokën e premtuar dhe kur të vi koha e premtimit të ditëve të mëvonshme, ne do t'ju bashkojmë nga njerëz të ndryshëm. Dhe ne aktualisht kemi kombin e krijuar të Izraelit. E po, shumë njerëz nuk e konsiderojnë Izraelin si një vend, por ai ende njihet si një vend të legjitim nga vendet si Shtetet e Bashkuara. Gjithashtu, ka grupe të ndryshme të popullit hebrej që jetojnë në tokën aktuale të Izraelit. Pra, për muslimanët, kjo është dëshmi, veçanërisht në pjesën e fragmentit që thotë, ne do t'ju bashkojmë nga njerëz të ndryshëm, një profeci e përmbushur në Kuran. Sistemet e reja të transportit. Muslimanët shohin sistemet e reja të transportit. Ka një varg në Kuran që thotë, dhe kur devet 10 muaj shesh 7 zënë të braktisen, është një varg tjetër që thotë, dhe ai krijoi kuajt, mushkat dhe gomarët që t'i hipnin dhe si burim bukurie, dhe ai do të krijojë atë që ju ende nuk e dini. Natyrisht, ato përdoreshin si metoda transporti në atë kohë, por aktualisht thjesht nuk mund të hynte në mendjen e njerëzve në atë kohë, se do të kishim llojin e sistemeve transportit që kemi tani, si trenat, makinat, biçikletat dhe madje edhe avionët. Sistemet modern të komunikimit. Ka një ajet në surën 81 që thotë, dhe kur të mlidhen njerëz të ndryshëm, pra ne kemi të gjitha llojet e sistemeve të ndryshme transportit, ku mund të bashkohemi shumë shpejt. Ne gjithashtu kemi sisteme komunikimi si telefonat celular, sisteme satelitor, interneti, të gjitha këto. E në fakt mund të bashkohemi tani, veçanërisht tani jemi në izolim, karantinë dhe të gjitha ato gjëra. Mund të kemi ende telefonata në Zoom me njerëz, sikurse unë jam duke bërë ende këto video në selinë e vet izolimit, në dhomën time të gjumit. Nuk e di pse e them gjithmonë kështu, dhe ju o e shihni nga do që jeni. Pra, përsëri, muslimanët e shohin këtë si një përmbushje të asaj profecie, sepse ju e dini, njerëz po mblidhen së bashku nga e gjithë bota. Në rregull, kështu që unë thjesht do të shtyp pak frena tani, sepse ne kemi parë 5 profeci që, sipas muslimanëve, janë përmbushur në Kuran. Jo, kemi edhe 5 të tjera, por para se të hyjë në 5 të fundit, vetëm një kujtesë për të shtypur butonin like nëse po shikoni këtë video. Për më tepër, nëse është era juaj e parë këtu në Be e Vet, shtypni butonin abonimi dhe bini ziles. Kjo është një nga mënyrat më të mira që ju mund të edukoheni për botën tonë, kulturën dhe kuriozitetet të ndryshme. Ne postojmë video çdo ditë dhe definitivisht nuk dua që ju të mbisni asnjë nga episodet që ne postojmë. Ne gjithmonë bëjmë çmos që të përpiqemi të paketojmë ato me sa më shumë informacion që t'i dhe mundur, që do të ishte kuptim plot për ju. Pra, mund të mësoni për njerëz të ndryshëm, të fitoni disa kuptime për veten tuaj dhe ndoshta t'ju ndihmoni në ndërveprimet tuaja dhe studimet tuaja private. Ose nëse jo, të paktën do të argëtoheni me disa nga gjërat për të cilat flasim këtu. Por duke folur për këtë, le të hidhemi përsëri në këto profeci. Në numrin 5, ne kemi sisteme fluturimi dhe trafiku ajror. Pra, ne folëm për sistemet e transportit, folëm për sistemet e komunikimit, por ka një varg specifik në Kuran, sura 51, dhe thot, pasha qiellin plot me gjurmë. Pra po flasim për fluturimin dhe gjithë sistemin e trafikut ajror, sepse, kur aeroplanët ngjiten në qiell, nuk është e rastishme.
Ata fjalë për fjalë duhet të llogarisin distancën ose përndryshe do të kishin aeroplan që përplasen me njëri tjetrin. Dhe kjo nuk është një pamje e bukur. E nuk duam që njerëzit të përplasen. Ne duam njerëz që fluturojnë. Pra, po, ky varg këtu në Kur'an shihet si i plotësuar me aeroplanët dhe sistemet modern trafikut ajror që ne kemi krijuar në botën tonë sot. Më pas, në numrin 4, ne kemi oqeanet të lidhur së bashku. Kjo është gjithashtu shumë të rejse. Ka një varg që thot, dhe kur lumen të rjedhin në njëri tjetrin, kjo është në surën 81, dhe një ajet tjetër thot, a i ka bërë të rjedhin dy ujrat, atë një ditë do takohen, midis tyre ka një pengesë, ata nuk mund të shkelin njëri mbi tjetrin, dhe gjithashtu në krye të kësaj ka një varg të tretë dhe që shkon si vijon, dhe është ai që do t'i bashkoj dy detet, këtë të shishëm dhe të ëmbël, atë të kripur dhe të idhur, dhe midis tyre, a i ka vendosur tani një barierë dhe një ndarje masive. Tani, ne shohim lidhjen e oqeaneve sot, veçanërisht në Panama dhe kanalin e Suezit. Pra, përsëri, muslimanët e shohin këtë si një përmbushje të asaj profecie. Dhe ka gjithashtu informacion mjaft interesant në ato vargje, sepse, po, në fakt, ujrat e oqeanit, ato kanë bariera. Ata kur nuk përzihen me njëri tjetrin. Mirë, tani të kalojmë te profecia numër 3, të drejtat e grave. Në surën 81 thuhet kështu: dhe kur pyetet foshnja femër e varrosur e gjallë, për çfarë krimi u varros ajo? Sigurisht, tani në botën tonë sot ka kaq shumë lëvizje ndryshme që luftojnë për të drejtat e grave, dhe gratë janë shumë më të fuqizuara se kur më parë. E dini, ne kemi gra që operojnë biznese, gra që operojnë në vetëm familjet, pa baba, si dhe gra thjesht që kanë një ndjenjë të përgjithshme më shumë besim, dhe ato kanë një zë më të lartë në botën tonë. Dhe ne kemi parë në brezan të kaluar dhe në këtë varg konkretisht, duke folur se si foshnja femër, pyetet se për çfarë krime u vra. Jo me të vërtet flet për femrat, edhe nga fëmijëria për të cilën ato në të vërtet do të avokohen. Është sikur ajo është vrarë apo diçka e keqe i ndodh, por në të vërtet, për çfarë është e gjitha kjo? Le të jetim një vështrim tjetër kësaj. Le ta shqyrtojmë këtë. Ndoshta le të dëgjojmë se çfarë do të thoshte ajo përpara se të kryejmë ato krime ndaj saj. Përsëri, unë nuk jam studiues, por kjo është ajo që kam marrë nga pasazhi dhe nga burimet që kam kontrolluar. Por gjithsesi, nëse keni më shumë njohuri për atë pasazh specifik, më tregoni më poshtë në seksionin e komenteve. Tani, duke kaluar te profecia numër 2, inxhinieria gjenetike. Dhe kjo është nga surja 4. Ata do të ndryshojnë krijimin e Allahut. Tani, të besosh se kjo profeci lidhet drejt për drejt me gjëra të tilla si kirurgjia plastike, inxhinieria gjenetike, si dhe klonimi. Të gjitha gjërat që ne shohim të ndodhin sot, të bën të mendosh çfarë tjetër po bëjnë ata. Ekzistojnë gjithashtu shumë teori konspirative për të gjitha këto vaksina dhe gjithçka që ndodh, ashtu si ndryshimi i gjendjes sonë njerëzore. Kjo është një temë tjetër për një video të tërë. Unë nuk do të hyj në këtë tani. Megjithatë, unë kam një profeci tjetër. Është një profeci për ndotjen. Konkretisht, në Kur'an, në surën 30, thotë këtë, dhe unë citoj: korrupsioni është përhapur në tokë dhe në det për shkak të asaj që kanë bërë duart e njeriut. Pra, ne shohim gjëra të tilla si tymrat që po përshtyjnë nga oxhaqet, nga fabrika ndryshme, mbetje kimike si ato bërthamore që derdhen kudo. Ka shumë ndotje, veçanërisht në qytetet me shumë trafik. Dhe ju e dini, ne thjesht po hapim vrima në shtresën e ozonit të tokës, me gjithë ndotjen që po nxjerrim jashtë, në tokë, në det, në ajër, kudo. Megjithatë, në izolim nuk ka shumë makina në rrugë dhe shumë kompani janë mbyllur, kështu që ne nuk po heqim shumë ndotje si dikur. Pra, le të shpresojmë të kërkojmë mënyra të tjera në mënyrë që të mos ndotim dhe shkatërrojmë tokën, sepse përsëri ne ndajmë planetin. Në çdo rast, këto ishin 10 profecitë e përmbushura të Kuranit. Siguroni që të lini mendimet dhe komentet tuaja më poshtë për çdo gjë tjetër që përmenda. Gjithashtu, lidhjet e mia të mediave sociale janë më poshtë në seksionin e përshkrimit të videos, kështu që ju mund të më ndiqni atje, të më shkruani mesazh. Dhe kështu do t'ju lë me një video të rekomanduar dhe ekranin përfundimtar. Kështu që unë do t'ikim nga këtu. Do të shkoj të punoj në disa video të tjera. Dëgjohemi në videon tjetër.